Ergi Borshi sot në rolin e trajnerit të parë të Vllaznisë me një barazim 1-1 në kryeqytet me Partizanin. Sipas jush drejt ky barazim apo meriton të shumë? Atëherë mendoj për të shkallon ekipin në fushën e lojës barazimi është rezultati i drejtë, pavarësisht që ne nuk na lën shije krejt mirë, pse na him për çdo ndeshje me fitu ndeshjen dhe mund të them që ishte rezultati i drejtë, po jo ai rezultat që na pretendoshim, na kërkoshim. Borshi, çfarë nuk shkoi sot krahasimi me Vllaznin e ndeshjeve të tjera që kemi parë, ndoshta ndeshjet e tjera që Vllazni me luftarake në Mengel, çfarë na shkoi? Po, është e vërtet, por mund të them që mendoj që Partizani zgjodhi një strategji duke ditë që na jemi një ekip që presojmë nalt mos me luaj topin, shkoi drejt asaj luftës për top parë dhe top 2. Kishte momente që na ishim më superior se Partizani në fitimin e këtyre topave, kishte momente që Partizani i fitoi ato duelet e topit parë dhe topit 2. Mund të them pak ndoshta freski më shumë, po tana gjona që do të ulet të analizojmë dhe të rregullojmë pa dyshim sepse na pret rrugë gjatë shumë përpara. Ergi Borshi pasus një traditë të mirëfillt të familjen Borshi, ku kemi parasysh Frejt Borshin e famshëm si futbollist por edhe si trajner. Sot përvoja e tretë në këtë kampionat si trajner i parë fal edhe penalizimit të stafit teknik, por me një barë më të rëndë sot se nuk kishit as Martinin dhe as Sinarin se ndoqën në tribun të penalizuar nga disiplina. Po, e vërtet, falenderoj Gac, po Frejt Borshit ka ikë, respekt për çakollan, po nuk kam lidhje shumë me Frejt Borshin përveç pjesës që i kam në shtëpi. Kjo është krejt rrugtim i ri, rrugtim në vedi. Ishte pak e vështirë normal se Martini Sinani dihen që janë një plus i madh për ekipin, por për gjithë Shkodër. Eksperiencë i kam provuar të rezultatet, më them që fituaret që janë më shumë gjithmonë. Megjithatë patë një farë komunikimit nga tribuna me dyshin Martini Sinani. Normal komunikimi është i pranishëm gjithmonë. Borshi, për të rikthyer pak të ndeshja pa dashur të ndryrim në aspektet teknike të lojës, por po ne Vllaznia me zëvendësimet sot. Jo, mendoj që ishin në kohën e duan, pasi nuk mundën edhe me i bë zëvendësimet direkt në moment që diçka shkon keq, sepse gjithë lojtarët kanë atë kohën e nevojshme për mu shpreh në fushën e lojës, ndoshta dikush mund të hinë në lojë pak me vonesë, por s'do të thotë që një moment që nuk ka mirë lojtari ta zëvendësojmë direkt. I kënaqur që tashmë Vllaznia ka grupin e plot. Po, normalisht jam shumë i kënaqur që e kena grupin e plot, normalisht mungan edhe Drosi. Gjithë lojtarët do të na duhen deri në fundin e kampionatit dhe me këto kena hinë luftë dhe me këto do ta përfundojmë sepse na duhen gjithë. Borshi, ky barazim sot e mban përsëri Vllaznin në krahun e tabelës së klasifikimit. Lëni pas Partizanin, por një sfidë akoma edhe më e vështirë do të jetë të premten në Loro Borisi përballë Teutut që po bën mjaft mirë dhe mori barazim në transfer për Dinamon dje. Çdo ndeshje është e vështirë. Çdo kundërshtar ka mi nxjarr punë, çdo ekipi si vendit parë si vendit fundit, si ndeshjen transfer, si ndeshjet në shtëpi. Thashë në fillim na him me i fitu tana ndeshjet, pavarësisht se arrim apo nuk arrim atë objektiv, po objektivi jonë është 3 pikë çdo ndeshje. Sipas ndryshimit nga disiplina, edhe me Teutën mungon kolegu juaj Edi Martini në banki. Po, por mbetet për të pasi mendoj që do ta shlyjmë në një gjob. Besoni fituaren me Teutën për ta mbajtur kreun? Të thash, dhe sot na kënaqi vetëm marrja e vendit parë, por çdo ndeshje objektivi është 3 pikë. Borshi, faleminderit. Faleminderit.